Djali ka dërguar para nga Anglia 24 vjeçares nuk ja ktheu prindrit e Nertil Buzit, akuza familjes së të res. Prindrit e Nertil Buzit, 35 vjeçari që mëngjesin e sotëm vrau ish-vjerin, plagosi ish-vjerën dhe mori peng ish-bashkëtuesën, hodhën akuza ndaj familjes së vajzës për konfliktin që sipas tyre çoi në ngjarjen tragjike. Sipas prindërve të autorit, shkaku i përplasjes ka qenë një shumë parash që Nertili kishte dërguar nga Anglia në llogari të vajzës gjatë kohës që ata bashkëjetonin. Ata pretendojnë se pas ndarjes djalit tyre i kishte kërkuar vazhdimisht kthimin e këtyre parave, por familja e vajzës nuk ka pranuar t'ia kthente. Prindrit e 35 vjeçarit thonë se mosmarrveshja për këtë shumë monetare ka qenë në qendër të konfliktit mes palëve. Këto pretendime janë deklarime të familjarëve të autorit dhe nuk janë konfirmuar nga autoritetet hetimore. Ndërkohë ata shprehin keqardhje të thellë për ngjarjen e rëndë dhe humbjen e jetës së ish-vjerit, ndërsa i bëjnë thirrje publike djalit të tyre dorëzohet tek autoritetet dhe të mos ndërmarrë asnjë veprim tjetër që mund të rëndojë edhe më tej pasojat e kësaj ngjarje.